Shqiptari pas triumfit të Spanjës në botëror, mban kupën në dorë. Eduard Dervishaj, shqiptari që ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në sukseset e futbollit spanjoll, festoi triumfin historik të Spanjës në Kupën e Botës 2026 si pjesë e delegacionit zyrtar të kombëtares, i lindur dhe rritur në Tiranë. Dervishaj jetoi në Spanjë që nga viti 1997, ku ka ndërtuar një karrierë të jashtëzakonshme në Federatën Mbretërore Spanjolle të Futbollit. Aktualisht ai drejton departamentin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe operacioneve, ndërsa më herët ka mbajtur dhe postin e zëvendës sekretarit përgjithshëm. 65 vjeçari ishte pjesë e rrugtimit të Spanjës drejt titullit botëror, duke qenë pranë ekipit gjatë turneut në Amerikën e Veriut, ku La Roja ngriti trofeun për herë të dytë në histori. Pas suksesit, Dervishaj publikoi fotografi me Kupën e Botës dhe trajnerin Luis de la Fuente, duke falenderuar të gjithë ata që kontribuan në këtë arritje. Gjatë karrierës së tij, Dervishaj ka qenë pjesë e organizimit të 4 finaleve të UEFA-s Champions League, ndërsa së fundi është shpesuar drejtimi i projektit organizativ të Kupës së Botës 2030 që do zhvillohet në Spanjë, Portugali dhe Marok. Përpara suksesit në Spanjë, ai dha një kontribut të rëndësishëm në futbollin shqiptar, shërbeu si sekretari përgjithshëm i federatës që nga viti 1992 deri në 96, ndërsa më herët ishte trajneri Dinamos së Tiranës.